Duda Balje mbulohet në muajin e shenjtë të Ramazanit. Duda Balje, ish deputetja e njohur dhe besimtare e përkushtuar, ka ndarë një moment të veçantë gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Muaji i Ramazanit është një periudhë e rëndësishme për besimtarët musliman, e cila përfaqëson një kohë reflektimi dhe përkushtimi shpirtëror. Duda Balje e përjeton këtë muaj me një angazhim të thellë, duke u përkushtuar ndaj vlerave dhe traditave që e shoqërojnë këtë periudhë. Ajo ka ndarë me ndjekësit e saj një fotografi ku shfaqet e mbuluar me shami, një simbol i respektit dhe devotshmërisë ndaj këtij muaji të shenjtë. Kjo imazh tregon përkushtimin e saj për të jetuar sipas parimeve të besimit të saj. Balje ka theksuar rëndësinë e faljes 5 herë në ditë, një praktikë që e ndihmon atë të qëndrojë e lidhur me besimin e saj dhe të reflektojë mbi vlerat e jetës. Kjo është një mundësi për të gjithë besimtarët të rishikojnë jetën e tyre dhe të forcojnë lidhjen me Zotin. Muaji i Ramazanit është gjithashtu një kohë për solidaritet dhe ndihmë ndaj të tjerëve. Duda Balje inkurajon të gjithë besimtarët që të angazhohen në aktivitete bamirësie dhe të ndihmojnë ata që kanë nevojë, duke e bërë këtë muaj edhe më të veçantë. Reflektimi personal është një tjetër aspekt i rëndësishëm i Ramazanit. Balje e shfrytëzon këtë periudhë për të menduar mbi arritjet dhe sfidat e saj, duke u përpjekur të bëhet një version më i mirë i vetes. Kjo është një thirrje për të gjithë që të bëjnë të njëjtën gjë. Me kalimin e ditëve, Duda Balje ndan mesazhe frymëzuese për ndjekësit e saj, duke i inkurajuar ata të përqafojnë vlerat e mirësisë dhe dashurisë. Ajo beson se çdo veprim i vogël mund të ketë një ndikim të madh në jetën e të tjerëve. Muaji i Ramazanit është një mundësi për të rinovuar besimin dhe për të forcuar lidhjet me ata që na rrethojnë. Duda Balje është një shembull i shkëlqyer i përkushtimit dhe besnikërisë ndaj vlerave të besimit, duke treguar se si ky muaj mund të transformojë jetën. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.